Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Në pjesën e parë të këtij emisioni, unë kam në studio zotin Mustafa Nano. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zakonisht, unë kam qenë në emisionin e Muçit, ose ai ka qenë dikur në emisionin tim. Ka shumë kohë që nuk ka ndodhur kjo gjë. Pse do të thoni ju? Pati një kohë që Mustafa Nano iku nga komuniteti ynë, iku nga gazetaria, iku nga jeta e tij si analist, ose nga jeta që bënte, dhe u bë ambasador në Zvicër, një nga vendet më të preferuara që ka bota ku ne jetojmë. Pse ndodhi një gjë e tillë? Për të thënë të vërtetën, Mustafa Nano nuk është njëri që nga ata tipa që nuk do të përgjykojmë askënd, por që ndërton trampolinë dhe për të hedhur diku tjetër. Jo. Nano kishte ndërtuar jetën e vet në atë mënyrë që i pëlqente atij dhe e jetonte atë për kënaqësinë e vet. Ky fluturim dukej pak çuditshëm, por gjithsesi unë nuk e kam pyetur në atë kohë. Por më ka mbetur një pyetje, më ka mbetur në kokë. E thash pra që nuk është as nga ata tipat që krijojnë oaze për jetën e tyre, ose fluturojnë si shtam në trampolina, bëhen si gazetarë gjëra dhe pastaj fluturojnë politike etj. Nano është një gjë krejt i kundërt. Po pse nga media Nano ti ike dhe në një mënyrë pak të beft? Pse ti joshi kjo gjë? Ti nuk para joshe si njeri kështu. Unë pata një velitje nga bota e gazetarisë. Ndërkohë, unë përpara shumë vitesh, para 30 vite më përpara, unë kam pasur një përvojë të shkurtër, si diplomat. Por nuk pata kohë, me themi, ta zhvilloja atë përvojë, sepse ndodhi në 97-a. Jam i qartë, në Kroaci që në pa kohë, po. Në Kroaci që. Kroaci. Më kujtoj të kalova unë një aty. Ndodhi në 97-a dhe pastaj unë nuk e pash veten atëherë sepse edhe diplomacia ishte shumë partizane, shumë partijake, ishte në ambasadë, sigurisht në një seksion të Partisë Demokratike. Ndodhi në 97-a, ishte një ngjarje ekstra, edhe vendosa ta linja. Përveç kësaj, ishte dëshira ime për të bërë gazetar. Nëse këtë herë unë ika sepse gazetaria, si thua, më erdhi deri në fyt. E thash, po provoj një përvojë të re, optona se po i marr përvojën që kam pasur. Rezultoi që ishte një nga gabimet më dha të jetës time, Ylli. Pse ishte një gabim, se gabim është kur larg qoftë po të bie në burg, për shembull. Gjë që nuk na ka ndodhur. Ose po të shtypim njëri me makinë, ose ç'të them tani. Pse ishte një gabim? Se njeriu shikon dhe mendon që mund të jetë, mund të mos e quash gabim. Ndoshta është provokative si pyetje, po unë shkova me dëshirën e mirë për ta bërë atë punë dhe për aq sa ndojta e bëra. Unë pata një lloj kënaqësie dhe e shijova shumë për një 9 muaj, ndoshta edhe pak më shumë. Pastaj në moment të caktuar, duhet ta bëj transparente fare. Në moment të caktuar unë e pash veten në një zbrazti. Ajo punë nuk ishte për mua. Pa ashtu janë ata. Pse ti s'kishe parë, s'kishe qenë për kam qenë unë, domethënë shpesh, kam takuar për fajsustan, në vendet të ndryshme, pa ata jetojnë mjaft bukur kështu. Janë dhe aq të mbyllur si njerëz, ë? Janë mirë si kyçen, në vetvete, edhe diplomacia u kërkon pak këtë, krehen bën dhe si diplomat, se nuk e kanë natyrshmëri diplomacin. Bën si të tillë, sillen si të tillë, ushtrohen si të tillë, bën shpesh dhe qesharak. Po unë nuk do të quaj qesharak apo të mbyllur. Jo, qesharak e kam pikpamjen. Janë njerëz që kanë një prirje të caktuar, kanë një prerje të caktuar, kanë vokacionin për ta bërë atë punë, kanë vokacionin e dinjitarit të shtetit, që unë nuk e kam. Se unë për 30 vjet unë isha një njeri i lirë, unë zgjosha kur doja, fleja kur doja, unë nuk kisha vartës, nuk kisha erpror, në moment caktuar e pash veten aty. Ishe vetëm aty? Jo, e kam fjalën për 30 vjet me radhë, kur bëja gazetarin. Unë s'kam pas erpror dhe vartës. Kam qenë tek punë, kam shkruar në shtëpi. Aty për herë të parë, mbas 30 vitesh, unë kisha erpror, unë kisha dhe vartës. Vinin këta që vinin nga Tirana Muçi në Zvicër, dini ati në aeroport në këto që i prisnje? Do ta bëj. Unë nuk dile me thënë drejtën, por është detyra ambasadorit që ta bëj. Në moment që del një autoritet, qoftë edhe është tranzit në vendin ku ti shërben, ti do të shkosh aty ta presësh sepse ai mund të rri 4-5 orë, po që të mos mërzitet. Nuk e di pse ka menduar të punë, që autoriteti mos mërzitet, që të jetë në shoqërinë e dikujt. Autoriteti duhet në asnjë mënyrë mos mërzitet.
Mua më dhanë, si të thuash, më krijuan favorin që mos ta bëj këtë gjë, edhe nuk e bëra asnjëherë. Si të tha, ky gjati tha ti nuk do dalësh. Jo, edhe ministri. Ministri tha nuk do dalësh. Drejtën e, më trajtuan në mënyrë, le të themi, përgëdhelëse, dhe jam shumë... Unë dua ylle që të kërkoj falje të gjithëve, jo vetëm autoritetëve që e mbështetën, le të themi, kërkesën time me njerë thamë po, sepse unë mendoja që mund thoshin edhe jo, si do që ligji e lejon, intelektual, publik, gazetar. Si të kërkosh falje? Të kërkosh falje? Jo, të kërkoj falje sepse kjo që bëra unë nuk është një gjë normale. Nëse ylli do të bënë dikush tjetër, edhe unë do isha këtu me ty. Po kërkove falje ti për këtë, këtu duhet të jo të kërkojnë falje, po këtu duhet të kërkojnë Dakor, po. Nëse kërko, po mos ja habitësh këta. Jo, po ishte një ngjarje ku përfshin shumë vetë. E dekretoi presidenti, unë isha në komision parlamentar, ishin që të gjithë okej, dakord. Unë u rrethova me shumë dashamirësi. Ata administratë jashtme gjithashtu më trajtuan në mënyrë veçantë, duke qenë se isha një personazh publik. Pra, të gjithë këta nuk e kanë pritur, që unë do bëj këtë. Këtyre u kërkoj falje, por arsye e thash, nuk ishte një punë për mua, unë e gjeta veten keq në moment saktuar dhe mund ndodhte që nëse unë insistoja, le të themi për të ruajtur nderin e pozicionit dhe të punës, mund të vinte një moment mbas 2-3 vitesh që mund të përfundoja edhe me Mentor Petrela. Se ishte përfundoje nga koka thotë? Po, ishte një konflikt i jashtëzakonshëm në moment saktuar midis punës që bëja unë dhe personit. Ti tani një konflikt me veten? Po, nuk ishte punë për mua, ishte... Ti po thoshe tani që punë, po bëjun këtu. Po, çfarë bëjun këtu? Me këtë. Pikërisht. Pastaj ti duhet merreshe me... Po pritje që bëjnë ambasadën këto gjëra këtu vinje apo jo? Po, pra, do shkoj. Respektoni këta. Do shkoj sepse shpeshherë ato ishin aktivitete. E di pse ti bëj këtë pyetje, unë një natyrën tënde ore. Dhe di që sakrificë bësh ti tani për të bërë atë respektin që është diplomatik me gjitha, e kupton? Allah, kjo punë. Po tani ti kur vendose përfundimisht që se unë do iki dhe s'ka kthim? Pati shumë gjëra. Unë shkova aty me idenë që, sepse nuk e dija si ishin gjërat, me idenë që unë do jem edhe aktiv si ambasador, po unë mund të bëj një shkrim për probleme që kanë të bëjnë marrëdhënie midis Zvicrës dhe Shqipërisë, po mund të jep edhe intervistë, sepse ambasadorit unë mendoja që i duhet, dhe tani po e them publikisht që i duhet dhe këta duhet t'i japin leje ambasadorit që të shprehet, dhe ai vendin ta përfaqësojë ai vetë, jo duke marrë okejin e ministrisë. Nëse një gazetë më donte mua që t'i jepja intervistë, unë do të merrja leje. Po bëj politikën do bëj një politikën e këtyre se ti mund të fluturonje. Jo, po unë politikën e fluturonje si analist aty muçi nuk. Jo, unë politikë. Nuk lejohet ky lloj fluturimi. Jo, ata nuk kishin frikë se mos unë dilja nga linja. Sepse unë këtë gjë di, është elementare. Por ata e kishin si praktik. Ti edhe një shkrim që ta bëje për ta publikuar diku, fjala vjen për të mbrojtur nderin e, le të themi, e sojt shqiptarëve, sepse në një moment caktuar një gazeta apo disa gazeta në kuadër të një fushate anti-shqiptare. Do me lejë për shkrimin. Do me lejë edhe për shkrimin. Tani unë nuk kam lejë kur për shkrime. Po leja, fakt ministri se mos të jepte lejë zyre shtypit të ministrisë dhe këtu do ishte... Zyre shtypit. Thalesha. Zyre shtypit. Më thënë, një drejtor. Që me gjithë respektin le themi që unë kam edhe duhet kemi për ta njerëz, sepse janë njerëz, janë profesionistë. Nuk po ishan njeri mu që tani po. Unë vetë nuk isha mësuar me tilla gjëra. Mbaj mend një herë që një televizion donte një intervistë për të çështjen Ametaj. Edhe unë nuk shihej ndonjë të keqe për të folur. Gazetë zvirane. E televizion zviceran. Televizion po. E Ticinos. Kësaj pjesë italiane. Edhe unë nuk shihja ndonjë të keqe për ta bërë atë gjë. Edhe u thashë gazetarëve, okay, po mund ta bëjmë. Pastaj njoftova ministrin e jashtëm, ata më thanë, jo, nuk do ta bësh. Edhe kishte gjëra të tilla, po unë e pash vetëm të burgosur, unë nuk kam i burgosur. Dhe kjo ishte arsyeja që më në fund thash... Po aratisem, the ti në fund? Po aratisem. Po aratisem nga burgu. Ti e përfituron që Zvicra, që është një nga siç e the ti. Po, ti ke qenë në vendin me lakmuar tani se... Po, dakor. Se këtu ka që vene në vende shumë të çuditshme. Ka dhe përpjekje, ka kështu dhe prapë rinë aty për të quajtur ambasador, zotëri. Që atë është titulli i madh për... Jo mbetet dhe në fis shqiptarve. Nuk duhet të dalë nga kjo studio edhe si thuash të mbetet ideja që Muçnano volli vrerë kundër profesionit. Jo, ky është një profesion. Ti respekton atë? Ky është një profesion, vetëm ata, jo edhe profesioni, po vetëm se profesioni do njerëz dhe vet.
Nuk dojnë njerë si puna ime, as si puna jote me thënë drejtë, më ka qatë. Unë nuk kam lidhje fare. Unë të kësha ikur, sa muaj bere ti? Unë bora një vit e gjysë. Një vit e gjysëm, mua më kishe për një muaj e gjysëm. Ose isha varur dikun male, se Zvicra ka male ku të duesh, nuk më kishe me. Gjo, profesioni i ka, ato gjëra që duken distancë, profesioni i ka, klasi, eleganca, nuk e di, natyra qibare, marrëdhënieve, janë të gjitha ato gjërat. Edhe ti mund të shijosh të gjëra, po njerëzit që kanë prerë për të punë, edhe që din të veshin kostumin vazhdimisht, të vënë kollarin vazhdimisht. Janë pak. Jo, po janë, shumica diplomatëve tanë janë njerëz të prerë për atë punë, dhe punë atë profesion. Edhe unë veç kapelen dhe respektoj për punën që ata bëjnë. Në ambasada sot nuk ka çështje natyrës politike, nuk është se ti shkon në ambasadë dhe Kamionin pjesë mirë të këtyre. Ambasador Neshën, për shembull, kur se vinim në New York, ishim dhe të rinj atëherë, ishte në OKB ai, po kishte njëri më të saktë për të sjellë aty nëpër korridoret e OKB-s të gjitha atë respektonin të gjithë, edhe kryetarët më të rëndësishëm. Ai ishte njëri i rëndësishëm aty, edhe pse ishte një vend i vogël fare. Vishej mirë, rregulloi. Ai ishte njëri i prerë për të punë. Duke ambasador Neshua kishte lindur për këtë punë. Po duhet të ishte si ai. Se pa qenë si ai. Ai dinte ta luante aq bukur këtë punë. Kam një orë tjetër, s'dua t'ja them emrin për shkak. Ai ishte karburante shumë në një vend të goxha vende, kupton? Njëri i mirë shumë dhe ai, po dhe ambasador dhe ishte karburante. Si kemi një pjesë të madhe në Shqipëri tani që për shembull është president këtu, dikush. Ishte ndosh presidenti dhe i zënës presidenti. Shet biletat, me zhvim lartë të biletat e futbollit. Jep lek të madh, fiton lek të madh, e kupton? Po, pra, janë njerëz që din të sillen mushi dhe din të kapin të gjitha gjërat. Ti ishe i papërshtatshëm këtë punë, se unë të njoh ka... U bën 40 vjet tani dhe që njoh që kur mblidheshim aty te Fideli, që edhe pse rinim bashk, bevazdieshim pastaj në njëherë. Ishte një vendim i gabuar. Unë kam bërë disa gabime një jetë, po ky është një nga më të mëdhenj, sepse ishte një gjë që u bë publike, edhe unë kur kërkoj falje nuk është bisha ka, e ndjej me vërtet për detyrim të kërkoj falje atyre njerëzve që u përfshin në gjithë histori. Ti citove Muçi një gjë se do të pyesja unë për këtë. Apo çfarë kishe? Jo, dua që këtyre kolegëve që pata unë për një vit e gjysmë, sepse janë njerëz që janë diplomat karriere. Nuk po them jo, ma pjesa dërmuese po ka dhe budallënja ty sa duhesh tani Muçi, siç janë në të gjithë, jo vetëm aty, në të gjithë vendet, e kupton. Se këtu për shembull i merr emërimet i bën partia për të gjitha dhe nuk shikon shumë shkëlqimin diplomatik këtu aty. Të merr partia dhe të vendos atje. Të merr partia për shembull fitonte partia, bile jepte partia, ishte një parti që ndante edhe shkollat, diplomat, jo shkollat, se shkollat i kërkon dhe t'i japin, po ndante diploma, kishte parti që merte 3.000 diploma, nuk po ja them emrin këtu. 3.000 diploma, te meti Kristalit, edhe ja ndante popullatës dhe merte votat. Ashtu ishte 120 vota, 130 vota, një diplomë. Ja, po sot është ndryshe, më thënë drejtën, mbi 90% ambasadorëve. Kanë ndryshuar tu aty, se ja unë do të citoj ty një moment shumë interesant, Muçi. Ambasador ka qenë Faik Bejkonica, ti e di mirë këtë punë, në Amerikë, që e vuri Zogu, se Zogu i merte dhe armiqt. Edhe vllai vet. I vendos të armiqt. Edhe Faik Beu erdhi, ja ku e ka nxorën dhe këta tanët, erdhi Faiku në Tiranë njëherë, vinte vazhdimisht, s'ka ti po. Në një nga herët thotë, ose ndoshta e thosh dhe vazhdimisht, se mbaj mend qartësisht atë, po thotë i takoj ata aty, pastaj vajti në fund kur do kthej prapë në Amerikë, në ambasadë. Po iki, unë tha, keni ndonjë porosi? Ja, tha, s'kemi, porosia do vi me shkrim. Po unë jam këtu, tha, ma jep një porosin këtu. Ja, nuk lejohet, tha, porosin do të dërgojmë me shkrim, me vull, me të gjitha, vinë aty në Amerikë, ti prit atje. Ika, tha, dhe pris një porosin. Pra, se ti thua ka ndryshuar tani, Për këtë konfliktin që unë fola, që unë pata, midis vetës time dhe profesionit, unë besoj që Faik Bejkonica ka pas më të madh të konfliktin, Pra i e ka parë edhe si një zgjidhje konvenjente. Unë nuk e pas një zgjidhje konvenjente, sepse ma nuk më duhe e punë. Unë këtu e kam shpinë më të mirë se sa shpinë që më dha shteti atje. Në Zvicër, po. Po, në Zvicër. Edhe rrogën që merja këtu dhe që vazhdoj e marë mbasi u ktheva e ka më të mirë se sa rroga që t'je shteti shqiptar atje. Pra nuk shkova për gjërat e kësaj natyre. Ndërsa Faik Bejkonica përpara një shekulli e ca
Në Shqipëri nuk ka dashur të jetojë sepse ka ndetur pak në vend, nuk e njihte, ndoshta edhe e përçmonte Shqipërinë. Jo ndoshta, po me 100% e përçmonte. Po, përgjithsisht ai ka qenë njeriu që e ka parë me syrin më kritik. Dhe ai ka parë si një, le të themi, si një mundësi që ai kishte për të ekspozuar ndërkombëtarisht, megjithëse ai kishte edhe, le të themi, aftësi të tjera nëpërmjet cilave mund të ekspozojë, edhe ushqente madje edhe veten, no? Noli ngeli për shumë kohë dhe ngeli keq. Kështu që zgjedhja e tyre ka qenë edhe kësaj natyre. Ishte një zgjidhje dhe zogu dinte ta bënte mirë këtë, edhe me kundërshtarët e të gjithë. Siç dita bëjtë ky Rama për shembull, dita bëj, tani po merr nga Partia Demokratike. Ka vënë e disa i shqetësuar është po të mbeten pa punë këta të i merr të gjithë. Saliu ka mbetur vetëm me flamurin, vokshin këto. I merr i vendos në punë i gjati, edhe ju jep punë të rëndësishme. Dashni e ke parti? Kush është ai? Dashi i Peqinit o vëlla. Dashi deputeti më bërë. Sula. Sula. Është bërë njëri i rëndësishëm dhe del vazhdimisht tani dhe e di se e ka vënë në binare dhe seksionin ku punon. I merr ky tani të gjithë ata ishin shqetësuar. Si zogu, ditë sillet për këtë. Dhe bravo i qoftë. E drama. Se atë që bëri zogu Rama nuk e bën. Bile unë nuk shoh ngjashmërinë dhe pikë. Ja do të kalojmë aty. Do kalojmë. Atë që bëri zogu thotë. Po zogu që ishin autoritetet në lëmin e, le të themi, e profesionit caktuar, që ishin me diploma jashtë. I vuri. I vuri diku opton në një punë, një i gradoi, i promovoi. Gjë që Rama se bën, bile Rama mbulet e kundër. Tani ka merr dhe kundër. Nuk është emërimi dashit për vend të kundërtën. Sepse Dashi ishte një politikan, opton një, le të themi. Ore, po këta kanë mbetur tani, pse ti kë shikon kështu njëri të rëndësishëm në që e ka kokën plot me akademizëm ato aty në Partinë Demokratike që t'ja marrë ky tani dhe ti marrë Rama pa migjej. Jo ti marrë nga PD, jo, bëhet Rama mund të marrë tani, mund të marrë, le të themi, ka në Shqipëri njerëz që mund të ishin fare mirë, që nga presidentët deri në poste më të rëndësishme, në krye të institucioneve më të rëndësishme, por Rama nuk i merr sepse do. Tani ti je shumë i kënaqur Muçi që shpëtove nga burgu. Po, nga burgu shpëtova. Domethënë ti jam gjithsesi në burgun. Ta quajnë tani sikur ti ke bërë një vit e gjysmë në burg. Jam në burgun tjetër me Shqipëri, po sidoqoftë. Po prapë në një burg tjetër ke kaluar që nuk shpëtojmë dot i burgut. Jemi këtu. Po. Tani kalojmë pak te nahia jon këtu dhe flasim disa gjëra se kemi shumë kohë pa u takuar. Në takuar jemi vazhdimisht ne, po pa u takuar në studio. Tani skena jon politike është e kontrolluar e gjitha me një mënyrë piramidale nga fare pak njerëz. Tani kemi në krye Saliun, i cili lasoi demokracinë, sa ishe Muçitin atë vitin 90. 90 ishte kryetari i PD-s në Skrapar. Po kryetari i PD-s Skrapar, po sa vjeç ishe? Isha 30 ju. Sa çka qenë aty? 30 ishim ne. Doktorin ja ku e kemi. Edhe unë dhe ti në studio, se popullata na ngatron ndonjëherë, thotë për shembull, njëherë kisha ikën unë, dhe e pyeta, i thashë, pse nuk ikni? Tha mua, po ti pse nuk ikën? Po unë jam në punë, i thash. Nuk më ka zgjedhur njeri. Unë jam në punë dhe derisa të kam këmbëdor dhe fuqi, unë do vazhdoj të punoj. Tani ti si mendon këta tani, këtu ka mbetur ja doktori, ke flamurin e të gjithë Partinë Demokratike, po dhe këte është e drama, dhe disa tjerë me gjithë e Rama i ndronë, po vetë nuk ndrohet. Që mendon tani për këta ti? Si e kupton ti këti gjë tani, ose ndoshta ndodhë kështu Shqipëria tani, si thua ti? Të dy këta ke Saliun, që bile unë kam iden që larkë qoftë, se kur mos jetë me, a i do jetë atje, kur të mbrim, ose... Kuate, botën tjetër. Botën tjetër, do të na dalë për para, do në takoj dhe do jetë prapë kryetari Partisë Demokratike, do në thresë në Partinë Demokratike, dhe ti mund të kalosh direkt në Partinë Demokratike, aty, si që kalove në fillim, kur u kryua partia, në vitin 90, mund të kalojmë dhe në botën tjetër, se dhe unë aty kam qenë, me Saliun e të gjithë, kalojmë të fillojmë prapë. Në vitin 90, nuk është se ishim me Partinë Demokratike të Sali Berisë, ishte një lëvizje. Po, në atë krah, në atë kontet ti. Më bënder mua dhe ty, në vitin 90. Po prapë në botën tjetër kam iden që do të dalë doktori për parë, thotë hajdeni se po ju prisjen. Tani në botën tjetër të shkoj me radhë njërë, vëllai. Të shkoj me radhë. Të shkoj me radhë, thotë se... Shkoj me radhë, po. Ti ki Berisë, pasat ti kim ne, pëtëm. Atë nuk e dim në tani se... Mirë, nuk e... Doktori mund të rritë shumë këte ore, se i është i lartë. Që thotë, pra,
Këta ke tani, që mendim këti? Berisha kam takuar për herë të parë në vitin 91. Dhe në Tiranë i kam dhënë dorën, pastaj ka ardhur aty ku isha unë në Skrapare dhe bëri një takim. Edhe pata mundësi të njihej edhe personalisht, sepse ndajtëm disa orë. U bë dhe i takim aty. Unë përgjithsisht më pëlqen të vëzhgoj, më pëlqen të eksploroj. Kam parasysh. Edhe e vëzhgova dhe Berishën me kujdes. Edhe më pëlqente vitaliteti aty njeriu. Kishte një pasion që nuk e shive të tjerët i shifje kështu, i shifje edhe si çuna, le them me prej urbane, Gramos Pashko, nuk e di, edhe tjerë. Ndërsa Berisha ishte edhe një gjë serioze. Këto dy cilësi pozitive kam regjistruar që atëherë. Por kur nuk e kam menduar yll që në vitin 2026 ky njeri do të ishte akoma këtu rrugëve të Shqipërisë, siç ka qenë edhe atëherë rrugëve të Shqipërisë, duke folur kundër etrave të bllokut, siç ka folur edhe atëherë kundër etrave të bllokut, duke folur për qeverinë kriminale, siç ka folur edhe atëherë për qeverinë kriminale, duke u përpjekur të delegitimojë kryeministin, siç është përpjekur edhe atëherë të delegitimojë kryeministrin. Me të njëjtin pasion, me të njëjtin zell, edhe a posteriori kam arritur përfundimin që ky njeri ishte i smur për mua, është i smur. Që smur të Ky është rast klinik, nuk amniston ti me këtë gjë që po thua apo ja? Unë amnistoja për një arsye tjetër, sepse duke shumë smur këta. Jo, është i smur, edhe Rama është i smur, edhe Rama janë të dy smur. Këta nuk janë smur. Ylli, mendimi ku kam arritur unë është që ne na duhen sa njerëz normal që nuk kanë IQ të lartë, nuk kanë inteligjencë të lartë, nuk kanë ndonjë formim wow. Na duhen zyrtarë siç ka Perëndimi. Po, kështu janë për Perëndim. Për shembull, vite më parë unë shikoja, ndodhte që të shikoja kryeministin britanik të kohës me gazetën në tren, më thënë dhe një zyrtar i zakonshëm, tani ai ishte së shfare. Ai sa unë harova emrin. Ish kryeminist. Njëri shumë i rëndësishëm. Boris Johnson, Jeremy Corbyn. Jo, është një tjetër. Jeremy Corbyn nuk u bë kryeminist. Jo, nuk u bë. Rishi Sunak. No, nuk më kujtoj, s'ka rëndësi. Po, domethënë ata nuk janë më. Nuk janë më, më mbaron. Edhe kush më kujtonte sot. Për shembull Bleta Mbretëresha e Kosherës e vrasin atë orë. Në qoftë se ajo s'ka seri gjatë, se 5 vjet jeton Mbretëresha. 45 ditë maksimumi. Standardin e Bletave është shumë gjatë, ylli. Gjatë është e. Edhe standardin e Bletave. Do të që e vrasin ata. Blet në qoftë se sikën. E vrasin Bletët më. E vrasin Bletët punëtore, e vrasin Mbretëreshën. E vrasin, i prisin dhe banesën e gjitha dhe nuk e lënë. Po këtu është popullata që nuk të vret. Të do shumë. Me kupton, është lloji popullatës. Pra thua ti këta dy, po ky Rama tani, që mendon tani ti se këta më nxorën ja të dy i nxorën këta. Të dy i ke këtu. Rama në vitin 2026 është njëri që ka grumbulluar të gjitha pushtetet. I ka thua. E vëre që e shijon shumë të punë, e vëre nga larg, kupton? I pëlqen shumë që kontrollon çdo gjë. I pëlqen shumë që ka në dorë të japi ishuj, porte, është do të jetë në një kënaqësi veçantë që unë nuk e njoh dhe nuk e përfituroj dot si kënaqësi, po do të jetë në një kënaqësi veçantë që Rama e shijon shumë. Të mëroj ministra, të shkarkoj ministra, të promovoj ca si figura si Sfiropali, pastaj të thotë ikse s'kam nevojë për ty. Të promovoj një tjetër, pastaj ndoshta e ta fus në burg. Edhe e largon në momentin kur Sfiropalit vetë ishte mbushur mendja që është gjigande. Po, pikërisht. Si shpjegohet atë? Si që këta të dy ylli, dy janë opcionet, ose këta të dy mendojnë... Ja ti ke dalë me këta këtu. Shiko, ti ke dalë këtu me ministrin e jashtëm, po këto kush janë anash? Këta ishin kolegë të mia aty, punonin me mua. Ishin me ty këta? Po. Kjo vajza, kjo zonja këtu, është zënjush. Mund të ishte kjo ministre tu aty, deshet thoshe tani për shkak të... Po ministre nuk e di unë, sepse edhe ajo ndoshta nuk ka prerë për ministre. Kjo ka qenë Miss Albania në vitin 92. Ka qenë Miss Albania kjo, ha? Po më duket po si e një fytyrë e njohur. Ju keni dalë tani ka ardhur kjo në 6 gjunë 2024 jeni? Në 2024, po. Ti ishe akoma aty, në momentet e fundit ishe po? Po, nuk e më, ka qenë një konferencë për Ukrajinën në Lucern, edhe erdhi presidenti edhe Spiropali, dhe një 2 ditë.
Po, mos na kthe prapë të... Jo, nuk u kthej. Gjë, për mua janë dy opcionet. Ose këta njerëz mendojnë që janë mesia, janë shpëtimtarët e kombit shqiptar, dhe pak këta kombit shqiptar merr fund. Nuk është pa gjasë që ta mendojnë këtë gjë, dhe nëse mendojnë është edhe një provë tjetër që këta që të dy janë smur, se njeriu që mendon tilla gjëra është i smur për mua. Ose e dyta që ka edhe më shumë gjasa, këta të dy nuk ikin, sepse janë duke mbrojtur interesa nga më të ndryshmet. Nga më të ndryshmet. Dhe unë besoj që është kjo e dyta. Nuk do të përreshtova që t'jetë edhe para, që t'jenë dy e bashkë, sepse e thash, i shoh pak që nuk e di, i shoh si raste klinike, nuk i shoh si politikan. Njerëz që kanë taman për të grumbulluar, akumuluar sa më shumë pushtet, njerëz që nuk duan ta qeverisin këtë vend, po duan ta sundojnë, njerëz që ligjin e konsiderojnë si optional, dhe thonë, mund ta zbatojmë, po edhe mund mos ta zbatojmë për të mirën e përgjithshme, mund ta shkelmë ligjin për të mirën e përgjithshme. Janë njerëz që defektet e shoqërisë shqiptare janë të shumta, nuk është se bezdisen për atyre defekte, përkundër i shohin si një mundësi, si mundësi shtesë që atyre u jepet për ta sunduar këtë vend edhe sa më shumë. Shoqëria jonë është shoqëri me probleme të mëdha. Edhe ekzistenca e këtyre dyve për vite me radhë është problem shoqërisë. Është indikacion i një problemi të madh që ka gjithë shoqëria. Sa herë që në një vend tjetër ka një nevojë dramatike, alarmante apo të menjëhershme për të prodhuar një alternativë tjetër, shoqëritë e tjera e prodhojnë tak fak. Nëse shoqëria shqiptare nuk prodhon dot alternativa, ose prodhon njerëz që them marrin karrika dhe ulin atë te kryeministria, apo njerëz që janë për atë punë, siç nuk isha unë për punën e ambasadorit. Se duke parë këta duke parë këta, aty tani nuk largohet dhe njeri edhe në vend tjetër. Për shembull, kryetari i shoqatës blegtore ka 26 vjet. Më tregonte Shakoxha, më tregonte para 2-3 orësh, po bisedonim, 26 vjet, se ku e dinte ai nuk, po e kishte mësuar 26 vjet. Kryetari i shoqatës blegtore. Nuk i kte se të rregulloj punën, thosh. Ose për shembull Duka i krimit që i thërë Saliu, Duka Edmondi. I shëndosha shruet të gjitha, është edhe ky me këta, shikon këta, është dhe ky aty. Me biletat, me kjerat, me të gjitha, me ndeshjet, me... Ke farë, shka sa lumë të rështë. Kuptonave? Pra, nuk lëviz gjë, muqi, e bëjnë dhe të gjithë të tjere të pastaj. Do në thonë dhe ne tani, pse ju nuk ikni nga gazetaria, nga puna, pse nuk ikni nga puna. Po nuk në largojnë nga puna, këtu më në largojnë vetëm ky, djali Lega Meks, Endri Meks. Për nes mund të thonë, se kjo është puna, një. Por e më tha Monika në studio, po ti pse sikën? O jam në punë, i thash. Monika Kurmandi? Po, më tha, se i thash, pse sikni Monika? Ta thash, më përfora. Po ti pse sikën, tha? I thash, po unë jam në punë, motër. Që të them unë në shvetë. Tani, kjo kështu do vazhdoj, tani sa tjetë bota, sa tjetë jeta, duke parë tani, në fakt, sot bota, muqi duke se është zhytur në një mas të madhe në autokraci. Dhe autokracit po dalin më të sukseshme, shpesh më të sukseshme se perandoria e madhe që bëri bota, që bëri Amerika, po dhe vetë Amerika. Por dhe këta por shkasin drejt autokracis. Po ta vëshre për shembull presidenti që ka në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka 15 ditë, nga 13 herë ka thënë mbaroj lufta. Sot e ka mbyllur bombardimet. Pra 48 orë shtatë do bombardoj fort, shumë fort. Do bombardonte fort Irakun, centralet, për të more. Sot o që dorë. Po nëse më thot prapë në mëngjes, nuk e dim. Këtë dhe gjendja tani rend duket në të gjithë botën. Ne që s'kemi qenë fare, po ne kishim ndërtuar një karikaturë të demokracisë liberale. Këta që ishin vërtet dhe nuk janë, mere me mënd ne. Por bota është zhytur. Dhe kjo klimë, ndoshta i ndihmon tani, dhe kjo klimë liderët tanë. Ja, për shembull, doktori, di e kishte, e ka mund të pjesë e dytë të demonstrata, kishte vënë flamurin gjerman. Në demonstrata, kishte hequr flamurin e Amerikës, se ky nuk hoqi as në gradën asgjë. Nuk e hoqi doktorit, kishte marrë flamurin gjerman. Dole ambasadë gjermane sot po bërtiste. Mos diqni, mos shkatroni, thosh, mos godisni, mos bëni kështu, sepse koshat e plerave diqte i shketjerë. Po,
Dole mesazh Gjerman se pa flamurin. Tani ky ka marrë flamur tjetër, e gjitha. Se ky nuk e ndihmoi. I shikon ti këtu. Edhe paguala si vita këta e të gjithë. Mos vallë po ndihmohen fort nga këta. Ky e të tjerët e tjerë. Mos po ndihmojnë edhe doktorin edhe dramën, të jenë këta, duke qenë këta, ha? Ky është një personazh i çuditshëm dhe të vjen keq që Edi Rama në të vetmin moment që e përshkroi këtë në mënyrë të saktë, Utëroj se... u detyrua të rriqet. Po, në fillim të ati, haroj që... Jo, ishte sigur që ky nuk fitonte. Po pastaj ky është personazh, ky do regjistrohet në histori. Unë kam përshtypjen do kërkoj edhe mandatin e tretë edhe Amerikën po në terma të demokracisë po e kthen hapa mbrapa. Por në terma le të themi të leadershipit botëror nuk e dim. Unë me këto tema merrem shumë në programin tim dhe një nga arsyet që merrem me tema të tilla ndërkombëtare ka të bëjë me fatin që nuk flas dot më për Ramën e për Berishën e për... Ja, ne do të më fshermë dhe një herë muaj do vish tu. Kështu gjërat e tjera do flasim, jo ato tematikat. Tek do bëjmë një bashkë një herë në muaj, edhe unë vite ty, me clearing, nuk edhe pronari nuk na paguan as ty as mua, kemi shkëmbejmë clearing kështu dhe jemi në rregull, e kupton? Edhe ai kënaqet, edhe ne kënaqemi, bëjmë një pjesë. Një herë në muaj. Kështu që mendimi do flasim për të punë. Por mendimi im yllish që demokracia është në tërheqje, me thënë drejtën. Këto regjime despotike i kanë vjedhur qytërimin perëndimor, kapitalizmin, por nuk i kanë vjedhur demokracinë. Demokracinë e kanë përbuzur. Edhe kanë qelluar gjëra të suksesshme. Unë më së shumti kam fjalën te Kina. Edhe me sa duket tani Amerika po bëhet xheloze për të punën, që nëse marton bashkë kapitalizmin me despotizmin politik, funksionon ka mirë. Dhe ndoshta Trumpit i shkon mendja që ta bëjë këtë martesë në Amerikë. Nuk e di sa të lehtë e ka, sepse atje ka më thënë drejtën sa institucione. Edhe ideja për të kandiduar për mandatin e tretë që nuk e lejon kushtetuta, ky do bëjë gjithë përpjekjet e veta, por ka disa institucione që në fund unë mendoj do t'i thonë jo. Por është një problem i madh për botën, është një problem që jo legjitimon këta, siç e thënë ti, legjitimon këta tanë në përpjekje që bojnë për të ndonjë pafund. Po unë e shoh si të rrezikshëm, sepse është i paparashikueshëm, është njëri me hënës, ç'a thot sot nuk thot nesër, siç e thënë ti. Gjëra të ndryshme thot. Ose për shembull muslimanët prapë. Njëri që do ta sundojë botën duke shkruar dhe postuar mesazhe të shkurtra në atë rrjetin social të vetin. Një njeri që kundërshtarët nuk i dorojnë dot, pardje tha për Müllerin, për atë që hetoi, le të themi, ndërhyrjen ruse në fushatën e Trumpit, tha që vdiq Mülleri dhe unë jam shumë i gëzuar që ai vdiq sepse ai tani nuk ka mundësi të bëjë dëm njerëzve të tjerë. Edhe nuk është herë e parë që gëzohet publikisht qartat që kupton kur vdesin të tjerë, vdesin kundërshtarët e tij. Kundërshtarët të tjerë që janë kundërshtarët e Trumpit, ky bën çmos, mobilizon departamentin e drejtësisë aty për t'u hapur çështje penale. Është një personazh që ka shenjuar një kputje të madhe me traditën amerikane. Nuk e mendoja kurrë që amerikanët do t'ia bënin Kabull vetes njëri të tillë. Ja ka ndodhur. Po krizat pjellin në njerëz të çuditshëm. Po shikoj zotit, ky nuk ka pjellë nga këta, si Hitleri, si këta, se pjellin njerëz shumë të çuditshëm krizat. Bota është një krizë në këtë sistem, jo vetëm Amerika. Po Amerika është e para sepse ajo e drejtoi botën gjithë të kohë. Gjithsesi, zoti Nano, të kthehemi në një moment tjetër te opozita. Në kushtet që kemi sot, opozita e ka të pamundur të vijë në pushtet. Ka një ngresht të madh. Pse mendoni se ndodh? Çfarë pengon? E the, pak a shumë ne i tham gjërat. Nëse do të kishim një opozitë reformuar, mendoni se Rama rrëzohet? Rama rrëzohet, po varet tani, se nuk është se largimi i Berishës në mënyrë automatike e sjell opozitën në pushtet. Varet kush vjen tani, po edhe Flamur Noka, unë besoj që ulen gjasat që opozita vjen në pushtet. Varet kush vjen, nëse vjen një njeri që thith konsensus, që na bën edhe ne dyve, edhe të tjerë, na bën që themi, po, që ka interesant ky. Po me të shofun aty, se këta e kanë tharë, këta e kanë shkretuar gjithë mjedisin për rreth. Ose aty kanë dalë grupe armiqësore shumë. Po, dalin grupe armiqësore. Grupe armiqësore. E kanë tharë dhe tani ka njerëz. Po të pushkatoheshin këta, mu që e them shpesh në studion, si që pushkatonte Enver Hoxha, këto grupe armiqësore që kanë nxjerrë doktori, do ishin 200-300 grupe. Po, sigurisht. Që shokon ver 7-8 grupe bërim. Tani dëgjoj. Po ai pushkatonte. Ylli, më duket shumë e rëndësishme ky shkretimi mjedisit ku këta punojnë, më duket i qëllimt.
qëllim të thua. Sepse ka njerëz tani socialistë dhe demokratë që thonë po iku Berisha po doja me shumë gjatë shkatërrohet. Edhe këta e kanë të drejtë, kupton se me shumë gjatë po iku Berisha po doja shkatërrohet. Unë nuk shoh gjatë që të rregullohet. Ka socialistë që thonë, balar, se tani dakord Edi Rama 4 mandate, por nëse ikën Rama PS-ja shkatërrohet, në PS plas lufta civile. Këto janë gjëra që bëjnë sens, bëjnë kuptim, sepse ta e kanë thar çdo gjë aty, kupton? Dhe nëse ikin këta, sigurisht do dalin personazhe të tjerë, secili do krijojë atë parcelën e vet, do krijojë fraksionin e vet, partitë do përçarë. Muçi sipas te bie ajo teza që Rama nuk rrezohet me zgjedhje. Rama rrezohet me zgjedhje, por duhet të jetë ai që rrezon, thua ti. Ylli Lulzim Basha vetëm për pak me fjalë shpëtoi pa ardhur në pushtet. Në zgjedhjet e fundit që ka qenë kryetar Lulzim Basha. Ishin shumë pak vota, 35.000 vota. Madje unë mbaj mend që ai e nisi nga një start i dobët shumë dhe pastaj në mënyrë progresive u rrit sigur fushat elektorale të vazhduar edhe një javë, ai kishte fituar zgjedhjet, sepse po funksiononte rritja graduale. Pra Edi Rama mundet që të shkojë me të. Po kjo është një narrativ që e kanë krijuar këta njerëz që duan të mbajnë Berishën me pahir aty. Edhe ka që thjeshtë gjë. Me Berishën unë mendoj që shqiptarët janë ndarë njëre mirë. Nuk është puna ime dhe jotja, po unë më shoh janë ndarë shqiptarët. E kanë braktisur në rrugë. Unë herën e fundit bëra një monolog të programi ime dhe dash një pasazh nga një intervistë që ka dhënë Berisha në Vision Plus. 2-3 vjetë në bas 20 janarit, dhe i tha Ylli që me siguri e ke parë dhe ti, me siguri e kanë parë dhe këta që përna të gjojnë. A i tha, me erdi Tom Countryman, një Amerikan, një zyrtar Amerikan, me erdi në zyre dhe më tha, ti du të lejosh opozitën, në dojnë që një javë në bas 20 janarit të protestojnë, sepse kanë edhe një arsye shtesë për protestorë, vranca njerëz. Edhe Berisha tha, unë i thash ati zotërista, që shkot Edi Rama, dhe thua që në qoftë se ai e bën prava dhe që bëri, unë do vë 5 sniper në taracën e ministrisë, sniperi 6 do t'jem unë, dhe nëse sniperet le themi legal nuk më përgjigjen si përgjigjen urdhrit tim, do jem unë që do e qelloj e do vras vetëm Edi Ramën. Tani kur shef një personazh të tillë, edhe kjo unë ja thash një të huaj dhe nuk i besoj. Shqiptarët pavarësisht nga shkalla e inteligjencës. Mund t'ja jep një meze ati të huajt. Si? Mund t'ja jep një meze këtë të huajt. Jo, s'ke me zesë kishës ata i qenë nuk e bërë, ajo që në Shqipë, pëtonë dhe prapë nuk do besonte, as të përkthimi do e bëja unë. Po shqiptarët, pavarësisht nga le themi shkalla e inteligjencë, formimi politik, apo nuk e di çfarë tjetër, përballë një personazhe të tillë e kanë shumë të lehtë zgjidhjen. Pra kjo është arsye që ai nuk pyetje sa duan shqiptarët ta rrezojnë Edi Ramën, shpesh siç tham thuhet nga analistët që nuk rrezohet me zgjedhje. Duket se është e dyshim, nuk do populli vetë të rrezoj për arsyet që ti the. Pse kush do vijë te ti? Dhe si do vijë? Mosvallët duan ta mbajnë, pse ndonjë dëshirë të popullit, dëshirë të njerëzit për ta hequr Edi Ramën? Jo, në rrethanat që alternativa tjetër është Berisha, duke si banale ta thuash, se thonë gjithë, edhe njerëz që duhesh duke më dëgjuar, ama prapë ja po thua dhe është vjetruar shumë. Është banalizuar si gjë. Por tani kemi muçi një moment tjetër që besoj është normal. Pavarësisht se mund të klitim, edhe të klitim ne. U bën 35 vite që Shqipëria ka dalë nga sistemi diktatorial. Pavarësisht që bënë, është një konfuzion, është një demokraci karikatur, është një demokraci, dhe me thënë, e dyshuar, është një gjysmë autokraci ose autokraci. Shoqëria shqiptare edhe njerë, si duket sot, në çfarë zhvillimi kemi përparuar, mua më duket që dyshime serioze kemi ne. Fillojmë që nga ne dy, unë, ti dhe të gjithë. Po ecim për para, dhe më duket si ku bëjmë dhe regres. Shkollat të mbyllura muçi, shkolla ka ore të hapura plot, po i ndajnë ato diplomat, se cili merr po dojë edhe 3 diploma të gjithë. Dhe këtu kanë mbetur njerëz që, për shembull, në një emision që jepet këtu, që shikon popullata, mbyllet rrugët, e shikon popullata gjerësisht, darkave. E ka Big Brother. Aty delë dhe të thoshin, bënin pyetje për Nën Terezën, për shembull. Si e ka emrin Nën Tereza, në emrin e vërtet. Konxhe ka Gjergjiu, thoshte njëra nga ato. Ose thoshin, për shembull, njeri që kishte ardhur nga Anglia etj, thoshte gjëra kono të çuditshme. Thoshte ka lindur
për njëri të rëndësishëm në Gjirokastër, nuk e di, nga më të rëndësishme që kemi ne jashtë. Nuk e di, nuk i mbajmë mend gjitha. Pra, jo vetëm aty, kudo. Shoqëria vetë ka probleme, më duket. Kemi probleme ne, edhe unë që po të flas ty, edhe ti, të gjithë. Si e thua ti? Unë mendoj që ne si shoqëri vuajmë edhe probleme të trashëguara, jo nga komunizmi, por le të themi edhe para komuniste. Por këtyre probleme të trashëguara u janë shtuar edhe probleme që kanë të bëjnë me ato zhvillimet e fundit. Këto ikje e njerëzve, unë mendoj që ata që ikin janë më të mirë, edhe ata që nuk kanë diploma, ata me siguri kanë një profesion. Pra janë më të mirë dhe ata s'duan të kthehen pjesë. Ata që janë vërtet. Ata që janë më të mirë në fushën profesionale me shumë gjasa, ata do ishin edhe këtu, po të ishin këtu do ishin edhe qytetarë të mirë. Kështu që kur vinte puna që vendi do kishte nevojë për alternativë, do dinin të prodhonin një alternativë. Por kanë ikur, janë edhe këta që kanë ikur nuk janë pak ylli, janë gati aq sa kanë mbetur, është gati gjysma e popullsisë shqiptare. Pra në skalet unë e kam që djente jevim të ideja ka elitë intelektuale Shqipëria. Elitë mund të ketore se e shumë pak, por pjesa e mesme e shoqërisë është ajo që bën lëvizjen, zhvillimin. Dhe këtu nuk kam mbetur, ti the ikin jashtë të gjitha ata. Këtu mbeten për shembull edhe këta që marrin diploma i marrin falso të gjitha. Pra, mbetet një pjesë që nuk i kushton asnjë rëndësi edukimit. Dhe në këtë pikë pamje, kam idenë që ky është problemi. Dhe ndoshta do duhet kohë dhe ne klithim kot më. Ndoshta është klithim kot. Klithim në... Po sigurisht. Rajm hujnë ava. Do duhet kohë, është një pyetje që na bëhet gjithandej, po mi si bëhet. Edhe përgjigja ime nuk është shumë, le themi, inspiruese edhe ngushëlluese, sepse gjithmonë u them që kemi vetëm një aleat kohën, kupton? Nuk është se duhet të presim që të bëhet për ne Shqipëria ashtu si duam ne të bëhet, do bëhet për gjeneratat e ardhshme, do bëhet ngadalë. Edhe gjithë kjo do kohën e vet. Ne kemi adoptuar, le të themi, një sistem qeverisje që nuk na ka hije shumë, është demokracia liberale. Edhe demokracia liberale kërkon kombe dhe popull dhe shoqëri që janë qibare, që janë sofistikuara, që janë elegante, që kanë klasë. Shoqëria jonë nuk shquhet për klasë, për elegancë. Se demokracia nuk është se ti hajtë po vendosa rregulla edhe shpëtuam, bëjmë një reformë edhe shpëtuam. Nuk është kaq e thjeshtë. Ti mund vendosësh rregulla sa duash për të bërë palëzgjedhje, po në fund fare nëse ty humsi thot nuk të pranoj, ti i vodhe, ose nëse ai që fitoj trukon zgjedhjet. Bie gjithë procesi. Po bie gjithë procesi. Po këto janë gjëra që ti humsi nuk e ndalon dot me ligj, që ti thuash e ke të ndaluar që të kontestosh rezultatin e zgjedhjeve, sepse bëma keq që në një rrethant caktuar mund të ketë objekcione që janë sakta. Nëse këtu është një gjë që ka ndodhur vazhdimisht, humsi nuk e pranon humbjen, fituesi kërkon le themi ta trukojë edhe fitore që ka sigurt, kërkon ta bëjë më të madhe fitoren. Edhe kjo histori është që e kanë fjalën që nuk mjaftojnë vetëm ligjet dhe rregullat që mund t'i miratosh në parlament, por nuk është shpëton me kaq, duhet edhe një moralitet publik që shoqëria shqiptare nuk e ka ylli, është shoqëri e prishur. Unë mendoj që këtu duhet filluar nga alfabetizimi moral i shoqërisë. Unë ndonjëherë më krijohet përshtypje njerëz nuk e din mirë çfarë është e keqe dhe e mira. Shoh njerëz që hedhin çfarë them unë, e marrin shishen plastike në makinë, më ka dhënë disa herë. Që unë mendoj që të gjithë shqiptarët e dinë, kupton që shishe plastike po e hodhe dëmton natyrën. Që të gjithë e kanë dëgjuar, janë bombarduar me lloj propagande. Jo megjithatë ai e hedh. Kupton? Që kanë përshtypjen që duhet ta fillojmë nga gjërat bazike. Tu mësojmë këtyre njerëzve çfarë është e mirë, çfarë është e keqe. Tu mësojmë një politikan që vjedh, edhe që fjala vjen para 10 vjetësh, nuk ka pas shtëpi, edhe sot ka vila të mëdha. Kupton? Ai duhet larguar. Kjo është bazike, kjo është elementare, nëse nuk bjem dakord për këtë gjë. Është e kotë. Ose një politikan që akuzohet për korrupsion, nuk mund ta pranosh që ai dalë dhe të kapi kauzën e antikorrupsionit, siç është rasti Berishës. Edhe që e konsideron Ramën korruptuar. Ndërkohë që vilat e veta opton në Lalës, e ke parë vilën e Berishës në Lalës? Unë nuk e kam parë atë vilën e Ramës në Surrel, apo i ke parë të dy aty? Po nga larg. Nga larg. Se brenda s'kam qenë asnjëherë. Jo brenda. Edhe nga larg e kam parë të Berishës. Edhe vilën e Berishës me siguri e kanë parë që të gjithë demokratët. Është një vilë që ai e mori në moment caktuar dhe 5 vjet më parë ai nuk e kishte atë punë. Është një nga vilat më të rëndësishme që ekzistojnë në Shqipëri. Edhe ky njeri tani ka kapur flamurin e antikorrupsionit. Ose ka flamurin e zgjedhjeve të lira të ndershme Salit Berisha.
Ndërkohë që edhe brenda e partisë i thotë Saliani ti vetë përjashtuar. Kështu që janë, kjo është arsye vëllai që unë nuk dal të flas. Sot i tha je marrpenk. Po. Këtë se Je marrpenk, po. Drama thua ti? Nuk e dim çfarë do të thotë Kogalari. Se që ta një gjë ngatroi një gjë me këtë ish-ministrin e... Po sot tha gjithashtu që falenderoj me 10 mira qytetarë që morën pjesë. 10 mira do thotë një 50-60 mijë të paktën. 10 mira të paktën mbi 30 duhet kalojnë. Po. Se që është. Kështu që është politika që bëhet në nivele të tilla që Sharaka ngritja më e madhe tha që është bërë dje. Po, është protesta më e madhe që e para ndonjëherë. Më e madhe tha për të djeshmën. Që ai për shembull kur ka qenë Sali Berisha në mitingun ku ishte edhe sekretari i shtetit të Shtetit Bashkuara, domethënë njerëzit shkonin në matan trenit, stacionit trenit. Domethënë ai që ishte se ka qenë babai i mitingjeve. Ky të vriste për mitingun. Që ti thoshe ti që mund të bënte dikush tjetër miting, më të madh se ky azisonte në atë kohë. Se ky ishte prodhuesi i mitingjeve. Tani ky është njeriu që po shkatron mitingun. Nga prodhuesi, se ti hiq një kapelen, e kupton, mitingjet që bënte ky s'kishte burr në botë. Vinin atresaturën këto i bënte Shaban me Mia, të gjitha pajisjet e këto. Nxirrin nga depot. Njerë u vura unë me Nikollën në kryet mitingut, me Nikol Lesin, se nuk duhet dilin këta, se quhet irredentiste politika për Kosovën. Në 98, më kujtohet, kur filloi lufta. Doleshe Skënderbej dhe për dora dhe unë me Nikon dhe gjithë popullata më, unë me Nikol Lesin. Dolëm lartë, Allah, në gjithë popullata dhe shikon në lartë. Akoma jam i habitur unë. Edhe ky pastaj unë zë në një moment më tha mua, shiko tha, se i thash unë fillim në rollit, pse unë gjitet e ti. Se unë gjitën personalitetet që flisnin, dhe mos i thuaj ati ashtu, gjitha se pronari mitingjet, ky i ka shpik. Këtu, mitingjet të të mërshme mu që ti i ke qenë atere, ti ishem vijen për mitingje. Ylli, unë nuk kam, unë nga 95 e këtej, jam shëput nga PD-ja, edhe nuk kam pas më lidhe me të bërë. Ose se beshin dhe mitingje dhe anti-mitingje. Që ka patur këtu, dëgjoj tani. Pra me këto që thamë, a mundet tani Muçi që t'jemi realistë që shoqëritë tona, shoqërisë tona, kjo shoqëri që kemi ne, me numër të vogël popullsie dhe zhvillim kulturor apo arsimor, siç thamë, jo kualitativ, të ndërtojmë demokraci. Se dhe ndoshta s'kemi fajmër, që demokraci do ndërtojmë ne këtu. Numri i popullsisë nuk e se ka të bëjë, se ne kemi Sloveni, po kemi Sloveni, është një demokracitë më sekse që mund të ekzistojnë në botë. Ose kemi Zvicrën, 10 milionë Zvicra, nuk është më shumë. S'kanë qenë otomanët aty këta e gjerat. Mua më duket s'mundi e vjetër kjo Muçi, me vjetër se Hoxha. Sigur, prandaj thash pra, është para komunista. Vetëm se po? Unë kam përshtypjen folëm shumë për Berishën se për Ramën, sepse kam... Duhet ta thotë se pastaj do na thonë që pse folim. Thuaj edhe duhet të thënë një gjë për Ramën. Unë jam shumë i zgënjur nga ky njeri. Jam i zgënjur edhe nga fakti që ai nuk e ka, është një zbulim që e kanë bërë së fundmi, që nuk e ka në plan të largohet. Dhe kjo kompromenton edhe, le të themi, pretendimin që ai mund të ketë që është djalë inteligjent. Një njeri inteligjent, do kupton, nuk e ka këtë ambicje të shpërpjesimuar, është në gjendje ta kontrollojë të ambicjen, do të ikin në momentin e dur. Po dhe unë dhe fitoj të të. Okej, mund të fitosh tani, tani. Qartë. Ike dhe, rruga. Zoti Nano, tani këtu është ndërtuar një sistem drejtësie i ri dhe pati shumë shpresë, gjithë pjesa dërmuese e shqiptarëve i varën shpresat se pas saj Shqipëria do ndryshonte. Më lodhën e 20 veta aty, s'paku, dhe thanë tani është bërë gjithë kjo çorbe e madhe që është bërë këtu, gjithë kjo gjendje e Muçit, gjitha kalbësi e madhe të gjitha, tani kjo këtu e rregullon, thanë. Çfarë mendoni ju për reformën drejtësi dhe veçanërisht SPAK-un? Ç'është produkti i kësaj reforme? Për ty se një nga ka mëdhenj fare, po më pyese mua dhe unë i thash, po kështu ishte rregulluar Amerika Latine. Një SPAK në Kolumbi, një në Peru, një në Argentinë, një në Brazil, një në Ekuador, dhe rregulloi Amerika Latine. Vetëm se këtyre... Me 20 veta dhe rregullohet. Si u rregulloi kështu? Si thua ti? Këtyre, përpara se t'i përgjigjem pyetjes tënde, dua të veçoj një gjë që këto socialistët nuk e di, do donin ta bënin ata, po e bëjun për ata.
këta kanë krijuar një strukturë, dhe u heq kapelen për të, u njoh meritat, kanë krijuar një strukturë brenda sistemit drejtësisë, e cila po godet në mënyrë të fortë vetë këta. Është një gjë që nuk ka precedent, ëh? Jo, nuk po i akuzoj unë këta. Po duhet të heq kapelja. Jo, kanë lidhur me produktin e reformës. Jo, deri tani u akuzuan që ata ishin njerëz të Ramës e të gjithë, po ata po godasin tani më shumë njerëz të Ramës. Dhe është Rama që ndryn. Jemi okay këtu. Jo, po në studion tënd dhe studiot tjera është vazhdimisht që sistemi kontrollohet nga Rama, ndërkohë që Rama unë e shoh me vështirësi këto kohë të fundit. Por kemi këtë problem, pa diskutim. Po s'po të them këtë, unë po të them një gjë tjetër tani ty. Thjesht. Një shoqëri që ka arritur në këtë gradë, a mjafton ky serum? Një ampull serumi i tillë që ta rregullojë këtë shoqëri. Si bet? Kjo është një shoqëri që nuk e transformojnë dot, apo hajde ta fillojmë kështu thoj. Unë me thënë drejtë Ylli, nuk kam një opinion final mbi SPAK-un. Jam duke vëzhguar akoma, sepse nuk jam 100% i sigurt se çfarë SPAK-u dhe çfarë po bëjnë. Janë duke bërë lojra apo janë duke u përpjekur që le të themi të ndëshkojnë abuzimin që bëjnë njerëzit në përzyra, sepse kam parë që kanë goditur përgjithsisht politikanë të rëndësishëm, po ka qenë hallkat e dobta, le të themi, njerëzit që kanë pas më pak mbështetje, apo njerëzit që nuk e di, në një mënyrë apo një tjetër kanë qenë personazhe nuk kanë pasur një network të mirë që t'i mbronte, kanë parasysh me Velia, me ministra të tjerë, apo kanë parasysh atë Beqen, ministrin Beqa, edhe ata janë aty ku janë, ndoshta edhe në gjyq do merret vesh kjo punë. Deri atëherë ne do njohim, le të themi, prezumimin e pavarësisë. Por përsërisë edhe një herë, për SPAK-un nuk kam një opinion final. Nëse ti më kërkon një opinion final, nuk e do doja edhe për pak kohë të prisja. Është një, le të themi, her pas here më duken se u bëjnë lojra, edhe lojra të ndyra, ndonjëherë edhe mbi kurrizin e, le të themi, e stabilitetit të vendit. Kur shoh që nuk troket fare bile, përfaqësuesja e ambasadës amerikane shkon edhe hyn në SPAK sipas qepit, unë do doja që në krye të vendit kisha kryeministër një njerëz që i thoshte asaj stop. Edhe analistë të tjerë për shembull, më kujto Andi Bushati shpesh e thotë të gjë. Unë pranoj Edi Ramën thotë që sa vin një gringo për shembull, dhe ndor ata. Rama duhet të thotë asaj stop, zonjë nderuar, ne Amerikën e kemi xhan, edhe ty po deshet të kemi xhan, po këtë gjë nuk mund ta bësh sepse sovraniteti opton le të themi përqeshet dhe tallet në mënyrë spektakolare, por Rama nuk e bën dot të gjë sepse Rama është situatë që ka nevojë, le të themi, për një fjalë të ngrohtë nga Amerika, ka nevojë që sepse në një moment mori të krisur marrëdhënia e Ramës me Amerikën. Edhe kërkon ta rregullojë marrëdhënia vetëm me Amerikën mbi kurrizin e, le të themi, e nderit të institucioneve shqiptare. E bordeve të paqes thotë. Po, edhe te bordi i paqes shkoi për jo vetëm bordi, po bordeve të paqes në përgjithësi. Pra, që sistemi i drejtësisë që sot kam përshtypjen që është më i mirë në tërësi se sa ai që ishte përpara se të fillonte reforma. Te këto që ne i quajmë reforma në përgjithësi, në këto 35 vjet ka ndryrë fort huajt, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimi, por askush nuk ka mbajtur përgjegjësi. Bota ka njohur kolonitë, kolonizatorët, po ka njohur në krye të tyre shefin e këtyre kolonive që mbanin përgjegjësi. Këta vinë, bëjnë çfarë duan dhe nuk përgjegjësit i mbajmë ne. E ham ne. Këtu është problemi te mund. Dakor. Edhe ky është problemi i madh. Përsëri unë kërkoj këtë, unë zgjedhjen këtu e kërkoj nga njerëzit që ne kemi zgjedhur të drejtojmë vendin. Duhet të thonë këtyre njerëzve që e keni një vit kuqe të cilën nuk mund ta kaloni, sido që ne jemi Shqipëri, jemi një vend i parancishëm, jemi vend i vogël dhe ju jeni Amerikë apo nuk e di Gjermania apo kush mund tjetër, por ka ca vjet kuqe që kanë të bëjnë me dinjitetin lokal, me dinjitetin nacional, me dinjitetin, le të themi, shtetëror që ne kemi, por këtë ylli mund ta bëjmë vetëm politikanë që me bole thotë. Po, se të vërtetën. Po, unë e kam fjalën politikanë që nuk kanë nevojë për, u mjafton, le themi, konsensus elektoral që kanë marrë në Shqipëri, dhe nuk kanë nevojë për, le themi, për dalë fotografi me Trumpin. Ne du të arrijmë në këtë. Edhe ato mi të caktojnë, bën Fatmiri vetëm ato për shembull, dhe të tjerët domethënë caktojnë 2-3 njerëz për fotografit. Tani, unë kam edhe një pyetje të fundit. Dhe e lash me qëllim të fundit, po media si të duket sot.
Mustafa, duke nisur me televizionet, por dhe me mediat online, do më thënë. Kemi shpërë. Pse ma bërë dhe pyetja? I dënuar pyetja e fundit është dënim në përgjithësi. Dhe ti e detyruar të përgjigjesh. Po nuk e di, se do përgjigja ime është e tipit, do kuptojnë që më thot dikush, po borni harakiri, po vrisni veten, po, sepse kam... Dhe harakiri mund të bënjeri ju. Kam mendimin për të keqë. Vetvrasja nuk do të thotë Muçi që është gjithmonë e keqe. Po varet kush e bën, ose. Po për medien kam mendimin më të keq, dhe mendoj që është një nga botët më të këqija në këtë makrobotën që kemi ne quhet. Përpara 20 vitësh kemi pas një media më të mirë. Më të mirë thua. Po. Unë isha nderuar që shkruajnë te shekulli kontrollojnë masën e durë nga Koçer Udhima. Sigurisht. Linjat editoriale i përcaktonte ai në le të themi një mas saktuar, por edhe Panorama më pas, po edhe gazeta tjera, po ishin gazeta që nuk e di, ti punoj atje dhe nuk ndjej që bëhesh e pjesë. Unë ndjesha mirë atëherë, unë shkruaja nga shtëpia, në fakt, por nuk e di se çfarë marrëdhënie kishin gazetarët me. Jam okay. Po sot është një gjendje e mjerueshme, me të drejtën. Edhe media ka përgjegjësi të mëdha për situatën në cilën vendi ndodhet sot. Thash një gjë kështu, thash një gjë banale. Të vërtetat zakonisht Muçi janë pak të dhimbshme dhe janë kështu të tilla janë të vërtetat. Unë do të ftoja gjithë njerëzit e dyllë që të ndiqnin sa më pak televizion shqiptar, të shihnin sporte, të futeshin në rrjetet sociale, në YouTube, të dëgjonin muzikë, sepse sot ka sporte çdo ditë. Lloj-lloj sportesh. Nuk e di, vazhdon edhe sot më duket ajo atletika indoors, ndërkombëtare, balamet garash, ka tenis vazhdimisht, ka futboll, futbolli shpërndar gjatë gjithë javës. Edhe ato të trukuara janë pak se ka që nuk paguajnë parat shumë për shembull. Ja këtu ku jam unë në Itali për shembull me Interin, ata paguajnë shumë pak lekë, kanë marrë dhe internet budolla. Në rumunësh ai, s'po them për vendin, po di unë, nuk paguajnë lekë, nuk blenë futbollistë, s'din. Dhe ato ti shikosh të mërzitin e qëse dhe do jetosh këtu ore. Do jetosh dhe media është një pjesë, po dhe media thua ti si shoqëri. Unë kam një paganësi të madhe me mediat e mëdha, me televizionet që janë nacionale, që kanë edhe para, sepse kanë ndërtuar edhe biznese. Me këto televizione nuk du të lejojmë vetes, le të themi, shfaqjen e programeve që janë vulgare, që janë të një vulgariteti që fyen edhe njeriu me inteligjencë nën mesatare në shtëpi, që është duke i parë. Nuk du të lejojmë, po këto njerëz me sa duket ata i drejtojnë kanë një mentalitet, kupton. Dhe prandaj bëjnë programe të tilla. Pastaj shoh edhe një lloj bombardimit të madh me politikë. Po edhe përqendruar media zoti Nano e përqendruar në një grush njerëzish që po vinja re për shembull një televizion që bënte dhe merrte edhe filmat e Kino Studios, i përdorte të gjitha. Pra, i marrin gjithë shka dhe është në një grup njerëzish të cilët edhe ligji që është bërë në favor të tyre pra, kusuret mëdha ka, kusuret mëdha, si që kemi të gjitha. Unë të falenderoj shumë që ndihmove sot emisionin e mbrëmjes sot, besoj se thamë dhe një, unë them vazhdimisht në emision që përpiqemi themi në një, po edhe pse nuk thamë, po unë kam idenë që thamë në një, sot. Tani unë do kaloj në një pjesë dytë, ku do të flasë për mitimun e djeshëm, që doktori tha u përmbys ajo, do t'jap edhe pamjet unë tani, kjo kryengritja e madhe që u bë dje, pastaj e drama që bënte zënsime dhe gjëra kështu dhe pam këto në qarqet e që i rregulloi dje. Dhe pastaj do të kalojmë prapë te Trumpi që sot të tha mbaroi kjo nuk ka bombardim, ka thënë po, para 40 orësh tha ka bombardim. Unë e kisha përgatitur për bombardim. E oqja bombardimin, dhe vendosa jo bombardim. Që do ta kemi, do ta themi aty dhe pse jo bombardim, po nesër ai mund thot prapë bombardim. Tani, mund të falenderoj shumë dhe do ta kohemi tani. Tjera më vonë dhe gjithë, po jo. Jo kështu dendur si me tepri që nuk e pranon ti këtë gjë, po me kujdese, me kështu. Falenderoj shumë, ha? Dhe ruhet e shikues, fare shkurt publicitet dhe rikthehemi te pjesa e dytë.